në Kosovë? Përshtypja ime ka qenë e jashtëzakonshme kur në ndihmën e 3 intermediatorëve dhe me gjas të Zorit Sotbrajt është krijuar ose është insistuar të bëhet një marrëveshje që të bëhet një qeveri e përkohshme në krejt strukturën politike dhe ushtarake që kishte atëherë Kosova. Dhe unë shkuar një marrëveshje në Kështjellën, Rambujes, unë shkuar një marrëveshje që do të bëhet një qeveri e jashtëzakonshme, asaj kohe të jashtëzakonshme, ku do të ketë pjesë nga ata të cilët ishin në Prishtinë, do të pjesë e frymës demokratike, nëse mund të ketë demokraci pa liri, dhe të luftëtarëve, dhe kështu u morën vesh që pjesën e dytë të Rambujes që u zhvilluar në Paris, të gjithë të sillnin emrat e ministrave për këtë qeveri të përkohshme. Nuk ndodhe ajo. Me pjesën që ishte në Prishtinë, nuk ndodhe, nuk sollën emrat, dhe aty përsëri delegacioni mori mbrojt pak edhe temperatura u ngrit në pjesën e fundit, mbledhjen e fundit të delegacionit kur ne e kishim nënshkruar marrëveshjen, tash donim ta bënim atë qeveri të përkohshme të përbashkët, që luftat udhëhiqej institucionalisht, edhe pse udhëhiqej nga UÇK-ja di, po të ketë edhe ministrin e mbrojtjes, edhe ministra të tjerë që e shoqërojnë, megjithatë ajo nuk u bë, dhe këtu pak pëlqiti sherri, domethënë, dhe tjerët, ajo ishte shumë e rëndësishme për mua. Pastaj tjerët ishte edhe një ndarje e vogël e delegacionit ku do të duhej t'ju vendosnin me aeroplan. Sepse s'ka met më mision ndërkombëtar në Kosovë, lufta është ashpërsuar shumë, nuk kemi mundësi më t'ju çojmë në Prishtinë, duhet të vendosni ju do shkoni në Shkup apo në Tiranë. Dhe ishte ditur që ne të UÇK-s ishim rënë që shkojmë në Shkup. Ne vendosëm që të shkojmë për Tiranë dhe natyrisht në një farë mënyrë sikur u detyruan pjesa tjetër që të vinë me ne në Tiranë. Dhe kështu që ne u vendosëm në Tiranë, vërtet zbritëm në Tiranë dhe u vendosëm në Tiranë për një 2-3 net nejtëm aty për të kaluar malin, dihet që kemi kaluar atë malin kamp, dhe kështu pasaj. Me cilën datë pra? Cilën datë ka ndodhur kthimi? Data, tash sikujt e datën saktë, po e di që kemi shkuar në fshatin Rajc, në një fshat që është rrëz Maqedonisë, kemi kaluar në Maqedoni, dhe kemi shkuar në një fshat që është afër aty i Maqedonisë, që s'po kujtohet tash emri, por e di një gjë, që kur kemi zbritur në atë fshat, kur na kanë hequr këpucët ata vendasit ose ata zotë të shtëpisë, lëkura e mishit i kamve ka shku bashkë me këpucët, domethënë që kemi ecë kohë të gjatë, domethënë maleve tek kemi shku në fshatin miku nga mendja, domethënë nuk është më rëndësi shumë, dhe pastaj jemi detyruar me nejt 3-4 net në Maqedoni, duke lëvizur herë në Kumanov, e herë në pjesën e Kaçanikut, ku po gjejmë mundësinë për të deportuar, dhe më në fund deportuar në pjesën e Kaçanikut dhe hymë në Kosovë. Por e rënda ishte që në Kosovë kemi hyrë dhe ne kemi qenë majeve të Jezercit atje dhe e pashim, e shihnim, më falni, pjesën e kufirit Maqedonisë, që ishte nxirë nga njerëzit, duke ikur. Kjo ishte tepër shqetësuese. E di që ftyrën e Hashim Thaqit, sepse aty kemi qenë veç unë Hashimi, duke u kthyer dhe e kemi marrë argim çekun në Tiranë për të ardhur në atë kohë. E di që ai ka qenë aq shumë i zbehur dhe po më thot ora mbuja për kënd po him me bë luftën e në Kosovë, ma. Kur tërë popullata pas ka vendosur na dal. E di që ka qenë tepër i brengosur dhe shumë i zbet, vetëm se kompasi kam qenë. Dhe kanë qenë momente